Elhamdulillah, Zoti i gjithësisë e ka bërë detyrë namazin e ditës së xumë për çdo burr musliman i cili ka arritur moshën e pjekurisë. Por Zoti jonë nuk kërkon prej nesh vetëm namaz dhe vetëm xhami. Zoti i gjithësisë menjëherë pasi në Kur'an urdhëron për faljen e namazit xumas, pas këtij ajeti Allahu i lartësuar na drejtohet dhe na thot: kur të përfundoni namazin e ditës së xumë, atëherë shpërndahuni nëpër tokë që të përfitoni nga të mirat e Zotit tuaj. Kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendeni shumë Zotin tuaj në mënyrë që të shpëtoni. Nuk ka kërkuar Zoti i gjithësisë për ne që ne vetëm të qëndrojmë në xhami dhe të mos punojmë për dunjan tonë. Puno për dunjan tënde, por mos e harro asnjëherë atë e cila është e përhershmja.